Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koqiu ka raportuar në Komisionin e Çështjeve të Brendshme dhe të Mbrojtjes mbi gjendjen e sigurisë publike në vend. Koqiu tha se Shqipëria është një vend i sigurt, që përmend jo vetëm të gjitha mediat e njohura ndërkombëtare, por sipas saj, këtë e tregojnë edhe shifrat. Sipas ministres, vendi mirëpriti 12 milion turistë gjatë vitit, si dhe një numër në rritje të qytetarëve të huaj që zgjedhin të hapin biznese apo të blejnë prona në Shqipëri. Sa i përket, do t'i referohem pak dhe do ndalem pak tek historia e vrasjeve të ndodhura në një ditë, 3 vrasje në ditë. Për hir të vërtetës janë 3 krime, 3 histori tragjike që nuk janë vrasje mafioze, për fat keq janë ngjarje të pashmangshme nga puna, pra janë të pashmangshme nga puna që bën për ditë policia e shtetit. Unë nuk besoj se ka në një vend të botës ku polici rrin kuzhinë për të parandaluar që djali të godas babain me thikën e bukës, apo në një vend të botës ku polici rri brenda në kuzhinën e restorantit për të parandaluar picierin të godas me thikë kuzhinjerin. Janë absolutisht ngjarje tragjike, por për të cilat nuk implikohet puna e policisë së shtetit. Patjetër që autorët janë kapur me njëherë, mbasi ngjarjet kanë ndodhur. Ashtu siç e thash edhe më parë, ne kemi një rekord të ngjarjeve të mundshme kriminale të evidentuara si rezultati i rritjes së patrullimeve dhe ndërmjetësimit të policisë së shtetit në situata konfliktuale. Kështu që në këtë kuptim sa i përket sigurisë në shkolla e dhash një përgjigje, po i kthehem pak Akademisë së Sigurisë. Në fakt është një strukturë e cila funksionon brenda policisë së shtetit dhe ka të bëjë pikërisht me ngritjen dhe formimin profesional, jo vetëm të atyre që aspirojnë për të bërë pjesë e forcave të policisë së shtetit, por dhe me ngritjen e përgjithshme të kapaciteteve të punojësve të policisë. Kanë bërë një punë të Në raportimin e saj, ministria nënvizoi se numri i krimeve të rënda ka rënë ndjeshëm me vetëm 29 vrasje me dashje në 9 mujorin e parë të vitit, nga 41 të njëjtën periudhë të një viti më parë. Po ashtu, aksidentet e rënda rrugore janë reduktuar në 17% krahasuar me një vit më parë. Ministria tha se ka arritur ndjeshëm sigurinë, duke arritur 95% zbulueshmëri për veprat penale.